Atëherë, mister, përshëndet emrat Muçi dhe Mehmeti. La nazionale polacca è una squadra che non è che ha una dominanza, diciamo, contro gli avversari, ma non è che palla così. Sarà una partita che sarà decisiva con i dettagli e vogliamo sapere anche dei nomi. Muçi e Mehmeti, avrà minuti per loro domani? L'inizio è 2 anni fa, la stessa partita? No, non c'entra niente, no? No. Di 2 anni fa? No, parlano per le qualificazioni di mondiale. Perfetto. Hanno avuto in un gruppo anche Olanda, ma non è che hanno fatto un gioco, diciamo, dominante in senso di possesso palla. Përshëndetje. Poi non è una squadra che ti fa un possesso su palla in tutte le zone a parte del campo, è giusto. È una squadra che sfrutta tanto la transizione, con calciatori veloci che guidano la palla e dopo c'è una rifinitura. Parliamo di tanti di loro. Abbiamo visto tutte le partite, loro hanno stato 3 punti indietro di Olanda, hanno fatto 2 partite con Olanda a pari, Olanda forte. Allora questa è una squadra che è molto abituata a fare europeo, fare mondiale, è vero, caratteristica di squadra non è di un possesso, ripeto, ma in transizioni è una squadra che ti ammazza, ti può segnare, ci sono tanti calciatori con gamba. Devo dire anche che Jan Urban è un allenatore che rispetto tantissimo, lui ha fatto 5 partite, si vede la mano, una squadra molto organizzata, molto più organizzata, e tanto a livello offensivo quanto a livello difensivo. Quello si diventa una Polonia ancora più forte di anni fa o tempi fa. Per quanto riguarda la convocazione, guarda, questa è la prima. Abbiamo avuto il primo contatto con i calciatori lunedì. Mercoledì la rifinitura sono 35 minuti di allenamento. È impossibile definire praticamente la squadra. Lo che penso io, sono chiaro con tutti noi. Abbiamo portato già una volta a tempi fa Mehmeti, abbiamo portato già Muçi, sono 2 giovani che vedono porta. Allora noi già non abbiamo quello, non parliamo già della convocazione, lasci stare. Allora mi ricordo che noi dobbiamo praticamente adattarsi alla situazione. Allora sono 2 calciatori, che c'è buona gamba, i segnano. Allora durante la partita vediamo come possiamo sfruttare di tutte e 2. Në fakt është e vërtet, Polonia nuk është një skuadër që ka një posedim topi shumë dominant, le të themi, por në tranzicion janë një skuadër shumë e fortë dhe janë një skuadër e cila preferon të dominojë në pjesë saktuara të fushës me anë edhe të lojtarëve të shpejtë që ka në posedim. Ndërkohë që është e vërtet fakt ndaj Hollandës kanë pasur ndeshje të mira, janë vetëm 3 pikë pas Hollandës në fundin e renditjes, le të themi, në grup. Janë dhe një skuadër që e kemi thënë më përpara, janë të mësuar duke luajtur në Europian, duke luajtur në Kupën e Botës. Dhe siç e thash edhe më herët, është një skuadër që në tranzicion mund të shënojë gol lehtësisht sepse ka lojtarë të mirë që kanë aftësi për të shënuar. Ndërkohë, edhe trajneri i tyre, Jan Urban, është trajner shumë i mirë dhe ka arritur të krijojë një skuadër shumë të organizuar si në aspektin ofensiv, po ashtu edhe në aspektin defensiv dhe le të themi që është një skuadër më e mirë se sa një vit më parë. Ndërkohë, për sa i përket lojtarëve Muçi dhe Mehmeti, kemi pasur kontaktin e parë me këta lojtarë ditën e hënë dhe kemi arritur të zhvillojmë vetëm disa seanse servitore deri më tani. Është e pamundur ta përcaktoj, ta definoj aktualisht se si do të jetë zgjedhja në vazhdim, por jam i qartë që janë 2 lojtarë të cilët ne i kemi sjellë në skuadër, Mehmetin kohë më parë dhe Muçi ka qenë vazhdimisht dhe janë skuadër të cilët e gjejnë portën, janë lojtarë të cilët arrin të shënojnë dhe siç e kam thënë edhe në konferencën e mëparshme, ne duhet i përshtatemi situatës, por e dim që janë lojtarë të cilët nëse i vëmë në fushë, nëse i hedhim në fushë mund të bëjnë shumë mirë për skuadrën. Përshëndetje mister, Alban Xhani, Televizioni Klan. Mars 2023, mars 2026, fillon të në Poloni, jemi në Poloni. Sa ka ndryshuar nga para 3 vjetësh skuadra që ju drejtoni tani? Sa konfidencë ka fituar, krahasuar gjithmonë edhe me skuadrën polake? Dhe a është kjo, e kam bërë pyetjen edhe në Serbi,
Edhe mund të themi që realisht kjo është ndeshja juaj dhe kombëtare shqiptare më e rëndësishme deri tani. Marzo 2023, marzo 2026, ha iniziato qua proprio contro Polonia e diciamo che siamo già qua anche in un altro momento. Quanto ha cambiato la nostra squadra in questi anni? Ha più confidenza questa squadra? E la seconda domanda è se questa è la partita più importante della sua carriera, anche della nazionale albanese. Përshëndetje. Proverò di essere veramente chiaro. Bella domanda. Io penso che voi dovete dire no, quanto la squadra ha migliorato no, gli ultimi 3 anni, o se ha migliorato no, se ha cambiato no, perché questo è un bel compito, facete anche voi da seguire la squadra, di vedere il nuovo calciatore o no, risultati. Io di questa parte penso che noi abbiamo migliorato, ma parlo sempre del mio ciclo, non parlo dell'anteriore, parlo del mio ciclo. Poi quelle squadre lì da marzo fino ad oggi, secondo me questa è una squadra che ha migliorato, ma per quanto il nostro avversario ha anche migliorato. È una Polonia migliorata, però parliamo da noi. Secondo me sì, noi abbiamo migliorato come squadra. Per quanto riguarda una partita della più importante della mia storia come allenatore, o forse anche dell'Albania come nazionale, guarda, senza demerito, no? Quanto all'Europeo abbiamo fatto già 2016, 2024, fra questo periodo anche tanti altri abbiamo fatto partite importanti. Recentemente abbiamo giocato contro una Serbia, che c'è lì sempre un geopolitico, ma io penso che sì, che questa è una partita di quella della più importante, forse non è la più importante, è una di loro. Në fakt këto duhet ta thoni ju, nëse sepse ju e ndiqni edhe ju e keni për detyrë që të ndiqni kombëtaren, të shikoni vazhdimisht lojtarët e rinj dhe si ata aktivizohen, por unë mendoj që ne jemi përmirësuar shumë nga viti 2023. Në fakt flas për ciklin tim, nuk i referohem cikleve të mëparshme, trajnerëve të mëparshëm, por mendoj që nga viti 2023 po ka pasur përmirësim skuadra shqiptare, po ashtu edhe Polonia në fakt, por duke u fokusuar tek skuadra jon, mendoj që po. Ndërkohë për sa i përket ndeshjes, faktin nëse është ndeshja më e rëndësishme për Shqipërinë dhe për mua si trajner, sigurisht që kemi pasur eksperiencën e vitit 2016 për smarrjen e parë në Europian, vitit 2024 po prapë Europiani i dytë. Kemi luajtur të disa ndeshje të rëndësishme, ndër të cilave ka qenë dhe ndeshja ndaj Serbisë, që është një situatë paksa gjeopolitike, pak më ndryshe, por që besoj që po duhet të jetë një nga ndeshjet më të rëndësishme. Do flesh sonte? Dormirai oggi? Io non dormo mai. Già da 2 mesi che non dormo. Prej 2 muajsh praktikisht nuk fle, kështu që. Okej. Një. Altin Sulqa 2 CNN. Silvio, kjo është ndeshja më e madhe natyrisht për ju dhe për kombëtaren tonë gjatë gjithë historisë. Pyetja ime është, ju jeni njeri surprizave, shpeshherë na surprizoni duke futur lojtar të rinj. Në këtë ndeshje kaq të rëndësishme dhe historike, do ndryshoj sistemi apo dikush që të ka bërë përshtypje dhe të ka impresionuar? Questa, come l'abbiamo detto, è la partita più grande, diciamo, della nostra storia. E tu sei una persona dei sorprese, diciamo, hai fatto anche delle sorprese mettendo a volte calciatori che ti hanno impressionato. Cambierà qualcosa? Cambierà il sistema domani, in senso il sistema del gioco, o fai una sorpresa con qualche giocatore che ti ha impressionato in questi giorni? Përshëndetje, è tutto un piacere parlare con lei un'altra volta. Anche quanto riguarda la risposta anteriore, la squadra è cresciuta, abbiamo visto calciatore che fa esterno, 3 attaccanti, abbiamo visto qualcosa che ci permette, no, andare in avanti con un calciatore nuovo, fare qualcosa, tutto quello che abbiamo fatto fino a qui è dentro della caratteristica dei calciatori. Noi, ripeto, che già ho detto una convocazione, dobbiamo adattarsi alla situazione che
e ci manca uno o un altro calciatore. Io non sono un allenatore che piange, dobbiamo adattarsi e buscare, trovare una soluzione sempre per le squadre. Ce l'abbiamo, allora domani vediamo. Në fakt, siç e thash edhe tek përgjigjja e mëparshme, kjo skuadër është rritur shumë. Aktualisht sigurisht që kemi lojtarë të cilët mund të luajnë si sulmues krau, po ashtu që mund të luajnë edhe si sulmues në qendër. Sigurisht që çdo gjë duhet të përshtatet, varet edhe nga karakteristikat e lojtarëve. Sigurisht që siç e thash edhe më herët, duhet i përshtatemi situatës në këtë rast. Nuk më pëlqen të qaj, nuk jam trajner i cili ankohet ose qan për mungesat që ka. Është vërtet që na mungojnë 2-3 lojtarë, por që duke bazuar te karakteristikat e lojtarëve do duhet i përshtatemi situatës. The head coach of Poland has just told us that Albania is a team that makes a lot of surprises, but he said it's not going to happen tomorrow, so there will no be surprises from Albania, so they can't beat us, basically. Do you agree with that? Do you agree with with the head coach of Poland saying that Albania is a great team, they've done surprises in the Euros, but not with us tomorrow because we are convinced we're going to go through? Praktikisht trajneri polak tha në konferencën e pak orëve më përpara që në fakt Shqipëria është një ekip I cili surprizon, por nuk do të arrijë dot të bëjë surprizën nesër. A mendon, a je dakord me këtë që ka thënë trajneri polak? Good afternoon. So I have no idea if he said that he's gonna beat us tomorrow. I know him not really well, but he's a polite man. He's a very intelligent man. He's doing a great job. Of course, he has got a great a responsibility. He play at home. Great team. Poland is a great national team. And a lot of pressure, of course. Yes, I understand. We are not surprised. Yes, we are not. We have a great team, good players. I heard that in the European 2024, we had 3 matches in a row against great teams, great national teams, so that's a great experience for us as well. So I think you come to play 90 minutes. In 90 minutes can happen everything. Everything. We are not talking about 2 times 90 minutes. We are talking about just 90 minutes. 90 minutes can happen everything. So we are prepared to play tomorrow 90 minutes. Nuk e di pse ka thënë këtë gjë, nuk është se e njoh personalisht, por më është dukur një trajner, një person shumë I këndshëm, I sjellshëm edhe sigurisht që po bën një punë shumë të mirë me Poloninë. Mendoj që ka një përgjegjësi shumë të madhe, sidomos sepse luan në shtëpi, ka një ekip shumë të mirë, në fakt edhe ka edhe lojtarë shumë të mirë. Por në të njëjtën kohë edhe ne jemi një skuadër shumë e mirë dhe kemi lojtarë shumë të mirë. Gjatë vitit 2024 kemi arritur të kemi një eksperiencë shumë të mirë gjatë Euro 2024-s, po ashtu duke u ndeshur edhe me ekipe shumë të forta një herazi, kështu që besoj se në 90 minuta mund të ndodhë çdo gjë, nuk janë 2 90 minuta, është vetëm një 90 minuta, kështu që besoj se do të jemi të përgatitur për të më të mirën. Përshëndetje mister, Andi Kasmi, pjesa e tretë. Pikës pari si jeni? Innanzitutto come sta? La prima. Poi la seconda, ndërsa pyetja e dytë, mentre la domanda è kemi 3 lojtarë që njohin kampionatin polak si Plana, Shehu, Muçi. Sa na ndihmon ky fakt dhe a do I shohim të tush nesër? Abbiamo Plana, Shehu e Muçi. Quanto ci aiuta questo fatto giocare insieme? Grazie. Prego. Deve tradurre, no? No, adesso no. Posso andare? Allora, in italiano. Përshëndetje. Buonasera. Io sto bene, non dormo, però sto bene, ma quello succede sempre. Io ho visto che quella è la di una nazionale e la partita si diventa lunga. Già da 19 di novembre, dopo sorteggi, si pensa a una partita dal 26 di marzo. Poi io sto bene, grazie. Poi guarda, noi abbiamo visto tanti il campionato già polacco, ho stato qua 2 anni fa. Ho visto una partita di Muçi anche contro Aston Villa, lui anche ha segnato. Ogni settimana guardiamo I nostri calciatori, ho visto Plana, ho visto anche Shehu, stadio pieno, è un campionato fisicamente duro, difficile, molta transizione, voi sapete bene di quello. Allora, sono 3 calciatori che ci aiutano tantissimo, al di là di buoni, si vediamo in campo insieme, non lo so,
ma sono soddisfatto della lista che abbiamo noi, dell'importanza della partita e di avere anche 3 calciatori come loro in questo momento in nostra squadra. Solo per dire, Plana è un calciatore che da più da 6 mesi abbiamo visto, cioè, ci è arrivato il momento, bene, sono 2 allenamenti solo, devo dire la verità, vicino a noi, ma allora contento per lui, vediamo domani. Në fakt nuk fle, por prej kohësh, por që gjithsesi jam mirë. Kjo fakt është pjesa më e vështirë e një trajnerit të një kombëtareje, sepse sigurisht që gjithë kohësh duke menduar për një ndeshje të marsit, duke nisur që nga praktikisht nga momenti i shortit. E kemi ndjekur në fakt kampionatin e tyre, kampionatin polak, është një kampionat fizikisht shumë i fortë, ndryshe, i vështirë, por dhe me tranzicion shumë të shpejt. Në fakt, 2 vite më përpara kemi qenë pikërisht këtu duke parë një ndeshje të Muçit kundër Aston Villës, po ashtu kemi ndjekur edhe Planën edhe Shehun. Sigurisht që duke i pasur ata pjesë të skuadrës na ndihmon në ndërtimin e gjithçkaje, por nuk e di nëse ata do të jenë të 3 duke luajtur në fushë, por jam shumë i kënaqur. Jam i kënaqur me listën, jam i kënaqur me faktin që i kemi ata 3 lojtar pjesë të skuadrës tonë dhe për rëndësinë që ka kjo ndeshje. Siç e thash edhe më herët në konferencën e parshme, Bujar Plana është lojtar pas të cilit kemi rreth 6 muaj që jemi, tani erdhi momenti, por e riteksoj që në fakt kemi pasur vetëm 2 stërvitje së bashku me të, është mbetet edhe stërvitja zyrtare sot, kështu që nuk e di ende se kush do të luajë edhe si do të jetë lista, por që jam i kënaqur me listën dhe me çdo gjë. Yes, please. Paweł Kordiarz, Sport Channel. Panie selekcjonerze, czy spodziewa się pan jutro wielu kibiców z Albanii, że przyjadą do Warszawy? Pytanie drugie. Z różnych źródeł słyszałem, że dla Albanii jest to bardzo ważny mecz. I na pewno pamiętacie wasze zwycięstwo 2-0 w Tiranie w 2023 roku. W związku z tym, czy jesteście przekonani, że możecie wygrać ten jutrzejszy mecz? Proszę o komentarz w tej sprawie. Dziękuję. La prima domanda è che si aspettate molti tifosi albanesi qui in Varsovia domani con la partita. La seconda domanda è che sicuramente tu ricordi la partita che avete giocato in Tirana 2-0 che avete vinto. Sei convinto che poi una volta di nuovo riesci arrivare in senso di vincere una partita contro la nazionale polacca? Buonasera. Per quanto riguarda i tifosi, è parte della nostra forza. Tutta la parte che andiamo in partita sono lì, in albergo, in stadio, fuori dall'albergo, tutta la via, c'è albanese dappertutto. Poi è una gente che è vicina a noi sempre, mi fa un grosso piacere. Per quanto riguarda la gara, io penso che è stato in passato poi è finita. Era un altro momento di tutte e 2 squadre, lasci stare. Io ho rivisto le partite della qualificazione del Mondiale 2022, infatti era lì Polonia-Svezia e ha fatto Polonia con Svezia la partita finale. Questo è completamente diverso, qua sono 90 minuti, meno si sbaglia meglio, partita di un livello tecnico, fisico, di un spreco molto importante e un livello di concentrazione molto alto. Allora cambia tutto, poi come l'ho detto 90 minuti può succedere tutto, ma non c'entra niente con partita di un anno fa, 2 anni fa, è molto diverso. La condizione che si gioca la partita è diversa, sia con Polonia che con qualcun altro, poi è una partita bellissima da giocare, molto bella, poi 90 minuti ci sta tutto. Në 90 minuta në fakt mund të ndodhë çdo gjë. Për sa i përket tifozëve, ata në fakt janë pjesë e forcës sonë, kemi gjithmonë në vërdall, në stadium, në afër hotelit dhe jam i kënaqur për këtë fakt. Ndërkohë për sa i përket ndeshjes në Tiranë, në fakt e shkuara ka kaluar, ka qenë një moment tjetër për të dyja skuadrat. Kam parë së fundmi edhe ndeshjet kualifikuese të botrorit 2022, ku në fakt kemi qenë në një grup pikërisht me Polonin, ka qenë dhe Suedia, dhe në fakt ndeshja finale është luajtur pikërisht mes Polonisë dhe Suedisë. Sigurisht që do të jenë 90
minuta shumë të rëndësishme dhe shumë të vështirë, me sa më pak gabime, duhet të jetë një përqendrim shumë i lartë, edhe sigurisht që nuk ka lidhje as pak me ndeshjen e 2 viteve më parë. Janë kushte komplet të ndryshme për të dyja skuadrat, por besoj do të jetë një ndeshje shumë e bukur dhe siç e thash më herët, në 90 minuta mund të ndodhë çdo gjë. Hello coach, welcome to Poland. Piotr Rzepecki, 365 dni piłce. I would like to ask about Robert Lewandowski because everyone knew that he's a huge player, one of the best strikers in the world, but which another player in Polish national team are dangerous to you, that stopping them would be big challenge to you? Thank you. Doja t'ju bëja një pyetje në lidhje me Robert Lewandowskin, sigurisht që është një lojtar kyç i skuadrës polake, por nga ana tjetër, cilët lojtarë të tjerë të Polonisë ju shikoni si lojtar kyç edhe të vështirë dhe të rrezikshëm, le të themi? Good afternoon. So you are right. Yes, he is one of the best strikers. I love the word. He's still, I'm watching a lot of games from Barcelona. Love the way that they play. Of course, I love the club as well. He's unbelievable inside of the box. He's unbelievable. Good player, one of the best there. You know it much better than me. But of course, also, around him, we've got a team that play for him. I'm talking about national team now. I can tell you, Kaminski, Zielinski. I can tell you even more. Zimanski. We talk a lot about the great players, work a lot of him. Of course, he's one of the best. So that's true. You have to be careful about him, about Poland, but a lot of players, you have to take attention, to be aware, because they are great side. A lot of players that play in high level, physically, technically. So you should play this kind of game as well. So yeah, a lot of good players as well behind, around Lewandowski. Në fakt është e vërtetë, është një nga sulmuesit më të mirë në botë, i kam parë edhe së fundi madje ndeshjet e ftit të fundit me Barcelonën, sigurisht edhe sepse e dua klubin e Barcelonës, por në fakt rreth tij ka është një ekip i tërë që luan edhe për të, sigurisht që ka lojtarë të tjerë shumë të rëndësishëm, disa ndërta janë Zielinski, Zimanski etj që sigurisht edhe ju i njihni, ne duhet kemi kujdes nga gjithë skuadra. Në fakt duhet jemi vazhdimisht të vëmendshëm, sigurisht që është një lojtar i cili mund të jetë i rrezikshëm, por në fakt e gjithë skuadra është një skuadër i nivelit të lartë, me një nivel të lartë fizik, po ashtu edhe teknik, kështu që nuk është i vetmi lojtar i cili mund të na sjellë probleme. Okej, faleminderit. Kjo ishte pyetja e fundit. Ju uroj gjithë mirat edhe sukses. Thank you, Mr. Faleminderit. Grazie.